Çfarë po ndodh në Shqipëri? Janë shtuar vrasjet kohët e fundit, po shohim atentate me tritol, me armë nga larg ose sniper automatik, forma të tjera të ekzekutimit. Çfarë po ndodh tani këto ditë e verës në Unë mendoj në fakt që Korriku dhe Gushti historikisht në Shqipëri ka pas kthimin e ngjarjeve të caktuara, vrasjeve për shkak se edhe kthehen emigrantët që kanë aktivitete jashtë. Statistikisht dy janë periodat më të vështira të vitit, është Gushti dhe Dhjetori. Gushti është për shkak të sezonit pushimeve, Dhjetori, sidomos gjysma e dytë e Dhjetorit për shkak të festave të fundvitit. Do filluar që te Krishtlindjet dhe deri te festat e ndrimit viteve. Sigurisht jo thjesht vinë emigrantët nga jashtë, por edhe ata që janë brenda, sepse njerëz janë dhe ata, e humbin vigjilencën, e ulin vigjilencën, sepse familjet e tyre, fëmijët e tyre kanë nevojë të pushojnë si gjithë të tjerët. Dhe ata, si të them, mundohen që brenda kësaj turmës së madhe që lëviz nëpër vend të penetrojnë. Po cilë vetëm rastin nëse kujton të Durim Bami. Pra, ku ishin Niklaxhit? A bëni pushime në Ksamil? Unë ata të shkodrës gjithmonë i gjeja Sarand. Mbaj mend se ka ndruar jetë tashmë, nuk është gjetur autori i vrasjes, po Bardhok Planun gjithmonë sa i mbante shumë njerëz rrotull vetës. E gjeja në Sarand. Pse shkonin në ato zona? Sepse quheshin zona më të sigurta. Dhe aty ishin me familjen, normalisht. Kur je me familjen, ti nuk mund të mbash atë njëjtën do lëvizësh me blind gjithkohë, se je me familjen drejtëtaj. Dhe kjo e bën që kundërshtarët e tyre dinë këtë gjë dhe e shfrytëzojnë, mundohen në maksimum ta shfrytëzojnë, që ku i bëjnë pushimet, ku janë me familjen, ku janë me fëmijët, që të kenë mundësi të i dëmtojnë. Dhe kjo është një nga elementet që e bën që këto 2 muaj të jenë problematik. Sigurisht që policia ka një marshë të shtuar në këto 2 periudha, por statistikisht, pra kjo është një gjë që ne nuk e ndryshojmë dot. Këto 2 muaj e kanë këtë gjë, e kanë një intensitet lartë. Po ta shikosh në total, numri i vrasjeve në vend nuk është shtuar, përkundër ka rënë. Dhe kjo ka ndodhur për shkak të një gjë e kemi shpjeguar edhe tjetër. Kemi një statu quo shumë interesante mbas Gushtit të 2022-shit, kur u vra edhe u zhduku foma e Vis Martinajt. Pra që nga e kemi një statu quo e cila nuk është ndryshuar. Pati një moment, që është vrasja e Rinasit, por ajo ishte vrasje parandaluese, vrasja e Gilmanut Danit dhe Mustafa Sheqerit. Ishte një vrasje parandaluese. Nëse ata nuk do të ishin vrarë në moment, ne do të kishim disa ngjarje shumë të rënda në Shqipëri. Dhe me sa duket, ata që kanë situatën në kontroll vendosin të reagonin, dhe nëpërmjet asaj ngjarje ata parandaluan çfarë do ndodhi mbrapa.